Edhe ta ka mundësi një këshill për muslimanët lidhur me nxitjen e urrëties dhe sulmet anti-islame që po shfaqen, cila do të jetë qëndrimi jonë ndaj tyre. Qëndrimi jonë ndaj tyre pas pari do të që ne me mësu fejnë Allah s.a. mirë, edhe me punu në basoj feje. Pastaj mi thirë tjerë në këtë fe, edhe më të rëgun të dëruar. Pra, nëse ne veprojmë shto, atëherë do t'jemi të shpëtuar prej humbjes, këtë botë edhe prej dënimin në botën tjetër. Dhe si që tim, pra këto shkaqe të shpëtimit, Allah s.a. ka përmend në surën Asr. Allah thot wal asr, pasha kohën ose pasha namazën e kindis, siç ka thënë disa dietarë, innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në një humbje të madhe, humbje të qartë, dukshme. Pa është i rritur thamë ato. Nuk mundet me dalë për kësaj humbje, përveç nëse ka 4 cilësi. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre që besuan, si që dim, kuptimi është e mësuan fenë Allah subhanahu dhe besuan, nga sa nuk ka besim pa dije. Po besimi do të jetë i bazuar në dije. Po këtë arsye pra nuk do të ndihemi komod, edhe më thonë na jemi besimtarë dhe do më kem dije të mjaftueshme. Përkundër, do më dija, si që dim, nuk ka kufi, nuk ka skaj. Kështu që e para është që ne do të vazhdojmë me mësu fenë tonë. Do të me mësu fejnë tonë, pra feja, ndija nuk ka mosh, ose nuk ka kohë, periudhë që ndërpritet. Ndija do më thonë zinët edhe kërkohet deri në frymarrjen e fundit. Pra këto po thonë për arsye se do më shumë prej neve, masi i kalojnë 5 vjet, 10 vjet, do më thonë praktikim të fesë, ma nuk prezentojnë ligjërata. I lojnë ligjëratat ose nuk lexojnë libra, ose se kur në farë mënyre kanë arrit dijen e bollshme dhe të mjaftueshme dhe më nuk kanë nevojë. Kjo është domthon pikë kurthave të shejtanit. Se me largu njeriu ose me dobësun fenë e tij. Për arsye se dija, edhe nëse njeriu përpara ka lexuar, ka mësuar shumë, ajo harrohet. Nëse nuk përsëritet, harrohet. Edhe kur dija harrohet, atë njeriu është domthoni ekspozum ndaj gabimeve, se nuk din si me vepru. Pastaj gjithmonë domthoni në çdo ders ose ligjërat ose libër që lexon ti ke me gjetë informata të reja që nuk i ke ditë më herët. Ndoshta 90% të informatave din, 10 nuk i din. Mirë, po çfarë thonë dietarët? Pra nuk do të besimtari mu tregu neglizhent në prezantimin e ligjëratave, për arsye se ka mundësi aty të dëgjoni dobi që bëhet shkak më shpëtu në botën tjetër. Një dobi, domthoni zbutet zemra, pendohet, ose mëson domthoni çështje të fesë, çështje e pa për takidës, edhe përmirësohet zemra e tij, përmirësohet sjellja e tij dhe shpëton botën tjetër. Sidoqoftë, pra, do ne e jonja është që me mësu për fenë Allah subhanahu taala. Ka se mësimi i fesë na forcon imanin, na forcon fenë. Kur forcohet imani jot, kur forcohet imani jon, feja jon, atëherë domthon ne do të jemi më të qëndrueshëm në fenë tonë, dhe nuk na dëmtojnë pastaj urrejtet e tjera ose sulmet e tjera. Nga se kur ne jemi besimtar të mirë, Allah është me neve. Dhe kur Allah është me neve, atë nuk na dëmtojnë intrigat e tjera ose kurthat e tjera. Pra joni është më bën ne besimtar të devotshëm, më bën besimtar të mirë, vepër mirë. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wa alladhina hum muhsinun. Allah është me ata që janë të devotshëm, kanë frikë Allahut dhe janë vepër mirë. Po edhe janë vepër mirë në raport me Allahun, edhe në raport me njerëzit. Po janë vepër mirë në raport me Allahun, mundohen mi përkry veprat e tyre dhe janë bamirës me njerëzit. Pra Allah është me ty, kur Allah është me ty, çka do thotë? Allah të mbron ty, Allah kujdeset për ty, Allah të jep sukses. Allah të jep triumf, të jep fitore, të inspiron, e kështu më radhë.
Prandaj pra e jonja është që s'pari ne mu përmisu në fejnë tonë. Kjo është ajo që, si që dim, i kam mësu pejgamber popujt e tyre. Edhe pse janë kanë paki, se janë ballafaqu me një shumicë, domthonjë që i kanë sulmuar, i kanë në shumë raste i kanë torturuar, domthonjë si që dim, i ka shkaktuar vujtje dhe dhimbje. Mirë po pejgamberi sa për shembull Mekë i ka mësuar sahabët për tauhidin. Po 13 vjet pothuajse e gjithë periudha me kase ka qenë mësim rreth tauhidit. Po qysh me forcu imanin dhe lidhjen e zemrës me Allahun. Prandaj edhe ne duhet me ndjek pra shembullin e pejgamberit sa dhe sahabëve. Prandaj duhet me di se sirja e pejgamberit është model dhe shembull për neve deri në ditën e Kiametit. Edhe sira për asam do në dy periudha kryesore, periudha me Mekës dhe periudha me Medinas. Periudha me Mekës është shembull se si musliman duhet mësim kur janë në dobët. E që është pra ajo që i ka mësu Allah me bodurim edhe me mësu fejnë Allah, së më tale me praktiku fejnë Allah. Ashtë sa mundëm. Dërsa periudha me Medinas është kërë musliman janë të fuqishëm. Po periudha me Medinas nuk e ka shfuqizu periudha me Mekës. Mirë po janë dy periudha ndryshme, të cilat dyjat nuk janë shfuqizuar. Ose në këtë rast për periudhën me Mekës nuk është shfuqizuar me periudhën me Medinas. Përkundrazi është si shembull model se si duhet mos jenë muslimanët gjithmonë në çdo kohë, çdo vend kur janë të dobët ose nuk kanë fuqi, domethënë, ose kështu më radh. Pra gjitha ajetet që flasin për periudhën, Allah subhanahu wa taala urdhon për asaj shokët e tij me bodurim, madje edhe mi toleru edhe mi fal i dhujtarët e Mekës. Mos mu marr me ta. Se do shoh pra joni është me mësu për fejnë Allah subhanahu wa taala, me punu ila alladhina amanu wa amilu s-salihat, me punu me këtë fe, pra më mundu që pra në shtëpi tona, në familje tona atë, me bo atë praktikimin e fesë të Allah subhanahu wa taala, praktikimin e shariatit, me bo atë shtetin e vogël islam. Pra në shtëpi tona me kanë sparin zemra tona, pastaj në shtëpi tona pra me kanë mu zhvillu ose mu rrit, po themi kështu kushtimisht, shteti islam, pra mu zbatu dispozitat e fesë islame. Pastaj me këshillu njëri tjetrin që shpona parasit Allahu për të vërtetën. Kjo është mi thirr tjerët në islam. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka penguar që mi thirr mushrikët e Mekës në islam, edhe pse ata kanë sulmuar ose kanë ofenduar ose kanë fyer ose kanë shumë raste do ne kanë sulmuar dhe direkt kanë dashur me furr në një rast ose i kanë hedhur pra atë zorë të plancën e devës në shpinë kur ka qenë pra në sejdë kështu më radh, megjithatë pensam ka vazhduar mi thirr ata. Edhe jone po është që me vazhduar me davet mi thirr në fenë Allah subhanahu wa taala. Tjertë. Kush do që është i sinqert, Allah subhanahu wa taala mëson me dëgju këtë thirrje edhe me pasu. Mirë po, kjo thirrje kërkon pasaj durim, kërkon pasaj sabër. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. E porosisin e këshillon tjetër për vërtetën dhe porosisin për durim. Pra pejgamberi son pra shembulli më i mirë është ai edhe pejgamberët para tij se si kanë qenë të duruar në thirrjen e tyre, pra që ja kanë bërë popujve të tyre edhe ne pra përderisa pretendojmë që jemi në rrugën e pejgamberëve, do të ballafaqohemi deri dikun, jo sikurse pejgamberët, mirë po deri dikun do të ballafaqohemi me këto vështirësi, me këto rrejtje, me këto sulme. Mirë po joni është me domthonë mu ballafaqu me to që ishin ballafaqu pejgamberët, pa me durim edhe me sabër. Dhe me pas kujdes pra për veprimeve të pamenta ose të ngutshme. Po muslimani nuk dohet që xhelozia që ka për fenë e tij me bë veprime të cilat pastaj kanë pasojë të rënda për të edhe ose për komunitetin musliman. Po kështu pejgamberi nuk ka rrugë, sa me ka dhuruar Allahu në Mekë, edhe pse rreth çapës kanë qenë 360 idhuj më shumë. Për nësëm nuk ka shku mi thyja ata idhët, mi thonë që këta idhët jenë pa dhurume të Allah nuk bënë. Ka se që sama ajo periudhë është shambull për musliman se si me vepru kër janë të pafuqishëm. Pra, ndryshimi i të keqës, që ka orë në hadith për nësëm kush e sheni të keqën me ndryshu me dorë, nëse nuk ka mundësi me gjuhë, nëse nuk ka mundësi me zemër, kjo ndryshimi i të keqës, se që kanë shpjegu, po djetarët i Ibn Qayyim dhe të tjertë, është
Nëse ndryshimi I të keqes e sjellë të keqe më të madhe nuk lejohet me ndryshu të keqen, që është ekzistente, që ekziston, që është prezente. Se ti domosdoshmë po bën dëm më të madh. Po ndryshon të keqe, po sjellë të keqe më të madhe. Nëse sjellë të keqe ekuivalente, po të njëjtë, në barabartë, këtu ka mos pajtime zjetare, do të më ndryshua po jo mirë, po realisht, po ti nëse ndryshon kur gjë s'po bën, veç po e sjellë të keqe të njëjtë në vend saj. Nëse ndryshimi të keqes pra sjellë në të mirë, atëherë këtu vlen hadithi, më thonë që ti duhet më ndryshu të keqen, mirë po ndryshimi të keqes është me dorë kujt I takon atij që e ka këtë kompetencë, që e ka këtë mundësi, pra këta janë ata që kanë udhëheqësi, që kanë pushtet. Pra kryetari I shtetit ose që është thonë I zoti I shtëpisë, krye familjar në shtëpinë e tij e kështu me radhë. Mirë po aty ku nuk I kompetenca, s'ki pushtet, ty nuk takon ndryshimi I të keqes me dorë. Mirë po takon ndryshimi I të keqes me gjuhë. E nga njëherë edhe ndryshimi I keqes me gjuhë, nëse sjell pasojë më të mëdha nuk veprohet. Për arsye se, domethënë që tham, kjo hyn te ajo kategoria e parë që nuk lejohet me ndryshu të keqen nëse sjell të keqes më të mëdha, nëse është me gjuhë. Madje dietarët kanë përmendur edhe nëse njeriu friksohet për veten e tij ose për familjen e tij. Nuk e ndryshon të keqen me gjuhë, aq më pak me dorë. Veç nëse friksohet për jetën e tij për shemb. Nëse ka pasojë më të mëdha që mundën mu dëmtu për këtë daveti ose thirrje ose komuniteti musliman, njeriu besimtari I logjikshëm nuk vepron veprime që dohon kanë si pasojë që sillin kësia më të mëdha. Kjo është se rezultati I mosditurisë ose mosnjohjes së parimeve që I kanë përmendur dietarët në këtë aspekt ose për këto çështje. Sidoqoftë pra, joni është me përmbajtje që ty në rregull është në parimeve, pra vetë më mësu sa më shumë për fenë tonë, me zbatu ato në veten tonë, familjet tona, me bodave, domthon aty ku mundemi të të afërmit të tonë, edhe kështu domethënë është ai rruga e pejgamberëve që garanton sukses. Në çdo rrugë tjetër nuk garanton sukses. Nëse është një sukses, është I përkohshëm. Edhe pasojat kanë qenë më të mëdha, siç edhe jemi dëshmitar që kanë ndodhur, po. Jo shumë larg kësaj kohe. To disa kanë bërë si veprime dhe menduan se patën sukses, mirë po e pam që përderisa kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit sa atëherë pasojat kanë shumë më të mëdha kështu në përgjithësi për umetin islam. Edhe për këtë arsye pra kjo është ajo pra ajo që me rëndësi është me mësu fenë Allah subhanahu me ditë pra se si mu sill në çdo situatë, edhe në kësaj situate. Nëse mëson fenë Allah subhanahu edhe e din. Kjo që e shpjegoj është në pjesë e shpjegimit se si do të mu sill në situata të këtilla. Pra me mësu fenë, mirë po mësu pi dietarëve që janë dietarë të besueshëm. Po që janë dietarë të maj që na kanë shpjeguar Kur'anin e Sunetin siç kanë qenë pra dietarë të mashëm. Që kam tek pra sidomos 3 dietarë të njohur, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Uthaymeen, Sheikh Albani, pastaj këta që janë gjallë, pra Sheikh Abadi, Sheikh Fauzani edhe të tjerët, ose edhe që kanë tek tash frik, Allah I mëshiroft gjithë. Pra Sheikh Muftia që vdesh, Allah I mëshiroft, pastaj Luhajdani e të tjerë, pa pi tyne me mësu fenë se si duhet besimtari pra me kuptu ose me ditë se si mu sill në kësi situata, por kur ka, sidomos kur ka fitne, kur ka trazina e kështu me radhë. Jo me marrë fenë do për njerëzve që janë të dyshimt ose që thirrja e tyre ka qenë gjithmonë e këtill, por që kanë thirrë në trazira, kanë thirrë në ngatresë ose nuk kanë marrë mësim pi gabimet më hershme, mi po vazhdojnë mi përsërit njëjtat me pas kujdes. Ka se domethënë ato janë gjithmonë pra rrugë cilat çojnë në pasoja, domethënë nuk çështam nuk ka garantuar nuk është i garantuar suksesi për arsye se nuk është rruga e pejgamberit sa. Tash na mundum me pa për shembull çfarë dobi të madhe ka pas umeti pi davete që kanë bërë këta 3 dietarë që përmendëm që kanë dhënë shekullin e kaluar, Allah shoft edhe dietarë të tjerë të sunetit. Po se si njerëz kanë kuptuar tauhidin, e kanë kuptuar sunetin, e kanë ditë pra se si me adhuru Allahun, me pas kujdes për shirkun, çka është sunet, çka është bidat, dhe çfarë dëmet më i kanë bërë këta tjerë, cilët nuk e kanë ndjek rrugën e tyre. Këto që përzi pra në këto çështje që nuk i takon atyre, edhe domthon gjithmonë
vetëm ka pas pasoja fatale për davetin dhe për thirrjen e Islam. Një gjë do të me pas parasysh se ka persona, njerëz të caktuar, të cilët qëllimisht i provokojnë muslimanët me këto gjëra. Mirë që muslimanët me reagu. Edhe pastaj domethënë me ardhur kundër përgjigje kundër muslimanëve dhe çfarë ato pasojat. Kështu që me pas kujdes për muslimanë mos marrën në provokimet e tyre.